cila ishte situata natën e mbrëmshme, me qenë se kemi parë që flakët ishin reaktivizuar përsëri natën e mbrëmshme, sa ishte vështirë për gjithë ekipin tuaj? Po pjesën më të zorshme dhe më thënë e kena pas gjatë pasditjes së djeshme, mirë po gjatë natës gjithë flakët janë stabilizuar. Gjatë ditës së sotme situata është shumë më stabile, por gjithsesi jemi në terren, gjithë ekipet janë në terren, si në këtu pjesën e anës së malit, po ashtu edhe në malin e Bris dhe në pjesën e Kleznës të poshtme. Në shërbimin tonë, domethënë në vend kanë ardhur në ndihmë që të na ndihmojnë ka shërbimet e tjera të zjarrfikseve, mund të them nga të gjithë qytetet, që ti mos i numëroj të gjithë. Falënderim shumë i madh normal për ekipin ton të zjarrfikseve, të cilët që 3 ditë pa ndalur dhe pa pushuar janë duke japur maksimumin që këtë zjarr që është duke na munduar dhe ne dhe qytetarët dhe që është duke bërë një dëm shumë të madh ta shohim sa më parë. Ne tregoni pak cilat vatra zjarrit ishin aktive natën e mbrëmshme, cilat keni arritur ti stabilizoni dhe sot cilat kemi aktive? Da më thamë pjesa më aktive ku ka pas më së shumti zjarre është pjesa këtu në anë të malit në Katërkoll, po ashtu edhe tek Klezna e poshtme. Zjarre aktive ka pasur edhe në malin e Bris, mirë po deri në një farë mënyre i kemi arritur që t'i mbajmë në kontroll. Me qenë se natën edhe era nuk është shumë e fortë, situata ka qenë më stabile, si fillon dita, si fillon pasditja, zjarret fillojnë të aktivizohen dhe jemi duke japur maksimumin që erën ta presim me zjarre të shuar.